Shikues nderuar, ju përshëndes, jemi rikthyer sërish në aktualitet. Do ndalemi përsëri tek zhvillimet e fundit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, kur rikthimi i Eglit në shtëpi ka sjellë jo vetëm reagime të forta nga banorët, por edhe përplasje të hapura, veçanërisht me Gjestin dhe Rozanën. Por a ka luajtur Gjesti me ndjenjat e saj apo thjesht ka ndryshuar mendje? A është Egli xheloze për raportin e Rozanës me Gjestin apo po luan ndërkaq një lojë strategjike dhe me gjitha kush po del më i fituari nga këto përballje? Do diskutojmë sot me psikologen Manjola Daci. Manjola, të përshëndes. Ju përshëndes dhon. Manjola, për ta nisur me atë që unë përmenda pak më parë, si mendon, a ka qenë Gjesti i paqartë me Eglin apo thjesht ajo pra e ka lexuar ndryshe sjelljen e tij mbasi doli nga ajo shtëpi? Domethënë Gjesti gjithmonë ka pasur një qartësi në vetveten e tij për të ritransmetuar ndaj Eglit. Ndërsa Egli është ajo e cila nuk e ka kuptuar situatën kur ishte brenda gjatë qëndrimit të saj brenda, ndërsa kur doli jashtë e kuptoi dhe gjeti një situatë krejt tjetër, e kuptoi se si ishte Egli që ishte brenda, që qëndronte brenda në format. Dhe duke qenë se ajo pa një kontradikt, domethënë lexoi dhe mediat dhe mesazhet dhe analizimet që janë bërë nëpër media të ndryshme, kuptoi që ajo ka qenë, domethënë, e ka kuptuar vetveten që kishte një gabim ose një kontradiktim ndaj vetvetes së vet, një pakuptim, një paqartësi, edhe mund ta them dhe këtë pjesën tjetër që e ka përulur veten ndaj Gjestit, përpara Gjestit, domethënë, dhe ka pasur dyshime të shumta ndoshta pasi doli dhe e kuptoi situatën e cilet gjendet kur ishte brenda dhe e kuptoi situatën e cilet tani kur që u rikthye me të vërtet, pati një rikthim të vrullshëm, nuk më pëlqeu shumë, pavarësisht se unë kam thënë gjithmonë se Egli bie në kundërshtim me ato që i paraqet me gojë, në fjalët, ndryshe me veprimet. Është një vajzë e zgjuar, është një vajzë që më pëlqen në formulimin e saj, është një vajzë që më pëlqen ndoshta edhe në disa raste, por nuk më pëlqen domethënë mënyra e qëndrimit për vetveten, e qëndrimit edhe për marrëdhënien që ajo e quan një marrëdhënie çiftore, sepse asnjëherë nuk e kam thënë që ajo është një marrëdhënie, dhe unë mendoj se Egli e kuptoi të vërtetën dhe tani nuk më pëlqen se pse Egli ja paraqet Gjestit të gjitha fajet kur Gjesti në këtë raport nuk ka asnjë lloj faji. Me të vërtetë i ka pëlqyer shoqërimi i saj, më shumë e ka pëlqyer si shoqe, se sa të ketë një marrëdhënie me të. Dhe kjo këtu nuk e ka dashur domethënë ta kuptojë vetveten, jo se nuk e ka kuptuar edhe kur ishte brenda, ndërsa jashtë e vrau opinioni publik, opinioni mesazheve, opinioni analizimeve të ndryshme që ju kanë bërë. Për Gjestin unë në këtë raport domethënë e përgëzoj sepse ka qëndruar një djalë i cili që në ditët dhe në kohët e sodit që kanë ardhur asnjëherë nuk kemi njerëz kaq të sinqertë që të paraqet, madje ka që edhe shtirën dhe të thojnë të dua, por nuk të dojnë, të ndjej, por nuk të ndjej, ndërsa ky gjithmonë i ka paraqitur ndjenjat e tij, ja ka paraqitur në sy, ndërsa kjo tani kthehet një egël me një vrullë e cila nuk po mundohet, por nuk po din të ndalje vetveten e saj, në sjelljet e saj, në veprimet e saj. Mundohet të ketë një largësi ndaj Gjestit, por përsëri po e rikthen atë largësinë, por e kthen me një zymtësi, që nuk më pëlqen. E qartë, Manjola, ndërkaq ka pasur Egli, po them, pritshmëri të tepruara ndaj Gjestit apo i ka dhënë arsye për të besuar ndryshe në këtë situatë? Ka pasur pritshmëri të tepruara, më shumë i ka dhënë arsye vetvetes se sa Gjestit, i ka dhënë arsye vetvetes se saj që ta besoje marrëdhënien e cilën nuk është marrëdhënie, ka dhënë arsye të besoje që shpesh herë edhe Egli vetë e citon se Gjesti më ka thënë, domethënë me veprime më ka afruar dhe më ka treguar sikur ai ka ndjenja për të, ndërsa me fjalë më ka thënë, më ka treguar të kundërtën e kësaj. Por Egli nuk ka dashur të besoje vetveten. Egli nuk ka dashur të bie domethënë në razi me vetveten e saj, me të kuptuarën e saj, sepse Gjesti gjithmonë e ka paraqitur atë me atë mënyrën e tij, pa ai gjithmonë e ka paraqitur të vërtetën në raport me këtë vajzë. Dhe unë mendoj se asnjë lloj lëndimi nuk e ka kjo vajzë nga Gjesti. Madje mund të them dhe e kam thënë dhe rradhve tjera që edhe vetë Egli nuk është se është e dashuruara e shekullit me Gjestin. Egli ka diçka të paqartë, unë them se Eglit e gjithë gjendja emocionale që është prekur i vjen nga marrëdhënia që kishte më përpara, i vjen nga mënyra që e ka përjetuar ndarjen e marrëdhënies që kishte me X person, që nuk duhet të përmend emër të dy, duke qenë se nuk janë, dhe jo si i ka ardhur kjo lloj gjendje emocionale, kjo lloj gjendje psikologjike, ky rendim që i ka ardhur i papritur, nuk i ka ardhur nga Gjesti.
thjesht gjesti ja përforcoi gjendjen e saj dhe e nxori në pa gjendjen në të cilën kjo ndodhet. Por kësaj ja nxori vetvetja e saj, por kjo ka pas gjestit që nuk më pëlqen. Duke parë dinamikën mes tyre, Manjola, mendon se Egli është vërtet e lënduar apo thjesht po luan një kartë viktimizimi? Egli është e përzirë, do më thënë Egli është e përzirë tani dhe me ndjenjat e saj, por edhe me mendimet e saj. Egli nuk po e kupton, do më thënë qartësinë brenda vetvetes së saj. Egli tani don dhe të largohet, më të vërtet të largohet nga gjesti, por ndonjëherë bjen dhe në kontradikt me ndjenjat në të cilet ajo i paraqet shpeshherë që unë kam ndjenja për këtë djalë. Dhe Egli do më thënë jo se është apo nuk është, apo din apo nuk din. Egli thjesht e ka mbetur, do më thënë, e lëvizur sa ande sa këtej në këtë marrëdhënie. Nuk është se po i vendos një pikë vetvetes së saj, pavarësisht se pika e kësaj marrëdhënie unë kam thënë dhe e them nuk është çift. Këto do të ishin shumë mirë, po të ishin, do të ishin shumë mirë, do të ishin shok aty në atë lojë. Se më të vërtet, Egli një vajzë e zgjuar kishte çfarë të jepte, ndërsa gjesti kishte veprimet e zgjuara. Jo mënyrën të folurit, po veprimet e kishte shumë të zgjuara dhe do ishte një bashkëpunim në mënyrën shoqërore do më pëlqente. Ndërsa në mënyrën çiftore nuk jam dakord me to, po shohim këto rezultate negative të cilet na i ka sjellur po vetë Egli, pa përfshirë gjestin, pavarësisht se përfshihet në këtë marrëdhënie. Por Egli e tillë tani po paraqitet, uroj ta rimarrë, domethënë vetveten, sepse me të vërtet ka nevojë që ta rimarrë vetveten për të kuptuar që një marrëdhënie nuk është forcë, nuk është dhunë, ose nuk është dëshirë që ti e don. Një marrëdhënie o vjen o nuk vjen, o ndjehet o nuk ndjehet nga të dy palët. Po nuk marrëdhënia krijohet mes dy personave, nuk është një marrëdhënie e anjashme, që nuk mund të krijohet. Kush del më i dëmtuari në këtë marrëdhënie, Manjola? Unë mendoj se të dëmtuar janë të dy. Në këtë pikë, Egli është e dëmtuar që ka dëmtuar vetveten e saj, por njëkohësisht mos të harrojmë se ka qëndrim shumë të gjatë gjesti, i cili ka një rendim, gjesti pavarësisht se u kam thënë shpeshherë, ka një psikologji të fortë, por tani mund të themi se psikologjia e tij është e fortë, por gjendja emocionale e tij është e prekur. Si nga qëndrimi, i ditëve të qëndrimit që ka qëndruar në dy Big Brother, por gjithashtu edhe nga përndjekja e Egli që po i bëhet, tani madje Egli edhe me disa fjalë, sepse Egli e përgëzoi, sepse nuk ka dhe më të vërtet flet shumë, më të vërtet analizon çështjet, më pëlqen, por nuk ka një përdorim të fjalorit që nuk e ka të hishme. E ka të hishme përdorimin e fjalorit, sepse ka një fjalor të gjysor të pastër. Por po e rëndon përsëri me fjalorin gjysor të pastër, por nuk përndishet njeriu as me fjalë, as me vepra. Kjo i ka të dyja rastet dhe janë të dy me një gjendje emocionale të ngarkuar, pavarësisht se Egli e ka të mbi ngarkuar. E qartë, Manjola, ndërkaq rikthimi i Eglit në shtëpi nuk u prit mirë nga shumica e banorët, me sa duket një prej tyre ishte edhe Rozana, besoj që ti e ke parë edhe përplasjen që kanë pasur mes njëra tjetrës. Sa e sinqertë duket kjo përplasje mes Eglit dhe Rozanës dhe a është vërtet një konflikt real apo më shumë një strategji për vëmendje dhe për lojë? Është një strategji për vëmendje dhe për lojë, është domethënë një mosmikpritje edhe nga ana e Rozanës, sepse Rozana më të vërtetë mua nërkret aty lojtarë që më pëlqen Rozana sepse ka dhënë një ndjenjë njerëzore, ka shprehur karakteristika njerëzore, ka shprehur vlera njerëzore të një femre shqiptare, por nuk ka harruar dhe të luajë. Gjithashtu nuk i ka harruar dhe dinamikat e lojës dhe çdo njeri po të ishte në atë format të atill, asnjë njeri nuk e mirëpret një lojtare sepse Egli është lojtare e fortë, por nuk diti ta menaxhoje vetveten e saj. Dhe e mirë kuptoj dhe Rozanën që nuk don që të vije një lojtare e tillë si Egli dhe një lojtare e formuluar si Egli, por pavarësisht se e them unë që lojtare më e fortë me dinamika edhe të lojës dhe me dinamika dhe karakteristika edhe njerëzore i ka Rozana që duhet vlerësuar dhe duhet shikuar faktikisht edhe nga jashtë dhe kjo pjesa, sepse njeriu shpeshherë kur futet në atë lojë thotë kam hyrë në këtë lojë dhe po harroj të gjitha pjesët njerëzore. Ndërsa Rozana ka bërë të kundërtën që nuk e ka harruar asnjëherë këtë anën njerëzore dhe nuk e ka harruar të lozë aty. Dhe unë domethënë e mirë kuptoj Rozanën që nuk e ka mirë pritur. Unë mendoj këtu që dhe molla e sherrit për këta dyja është edhe vetë Gjesti, sepse të dyja kanë kuptuar që Gjesti është një lojtare që është si është, i cili madje e meriton dhe ta fitojë këtë Big Brother, dhe mendojnë që të dyja do kenë një lezetshmëri, po të kenë një lidhshmëri nëpërmjet Gjestit. E qartë, Manjola, ndërkaq deri në çfarë pike mund të shkojë ky konflikt pra midis Rozanës edhe Eglit? A mund ndikojnë aleancat e tjera brenda shtëpisë?
Në aleanca mund të ndikoje, por unë mendoj se Rozana edhe mund të frendoje vetveten për të mos e kaluar apo të i kaluar normat me Eglin, duke qenë se Rozana e mendon se si doli Egli, në mënyrë në çfarë gjendje të ngarkuar doli, në mënyrë shumë të keqe, domethënë nga gjendja emocionale, dhe mendoj se do të tërhiqet ndoshta Rozana, por jo se do ishte tërhequr, po të ishte mirë emocionalisht dhe po të ishte mirë psikologjikisht, nuk do ishte tërhequr, sepse më e fort me duket Rozana si lojtare, por ndoshta e mendon dhe këtë pjesën, rendesën, për të mos e çuar dhe apo agravuar situatën, tensionin që ka Egli, ndoshta Rozana dhe mund ta zbus disi situatën ose edhe mund ta mbin ngarkoje, sepse Egli me 2-3 fjalë përsëri Egli duket se ka një gjendje dhe agresive, agresore, të prekur të temperamentit të saj, por unë mendoj se të dyja do kenë një konflikt deri diku. Pastaj njëra nga të dyja që mendoj se do tërhiqet nga ky konflikt do jetë Rozana për arsyen shëndetësore të Eglit. A mendon Manjola se Rozana burpishet vendos në pozita të vështira Eglin për dobësuar edhe lojën e saj mbas këtij rikthimi ish ajo ka? Po, e mendoj këtë pjesë, sepse Rozana e ka kuptuar dhe ka analizuar Eglin dhe ka kuptuar që ajo diçka nga jashtë ka parë, që ka ardhur në këtë mënyrë të ndryshme, që ka ardhur me një frym të ndryshme dhe ka ardhur me ide dhe me mendime dhe me veprime të ndryshme, dhe unë mendoj se me të vërtetë Rozana do ketë ndikimin për t'ia dobësuar ato ide të cilet i ka krijuar apo i ka mirë menduar Egli, dhe bën shumë mirë sepse çdo njeri do futet për të luajtur dhe bën shumë mirë nëse është ta qezoja që t'ia dobësoj apo t'ia rrëzoje lojërat, dinamikat e saj te Eglit, do jetë një plus për të fituar Rozana, domethënë, ose për të arritur deri diku në dyshjen finale që unë mendoj se do të jetë gjesti Rozana. Por jo se arrin Egli ta arrijë Rozanën në këtë lojë, nuk mendoj, Egli madje dyshoj nëse do të jetë edhe ndër ato që janë finalistët, por bën mirë të luaj me ato mënyra për ta dobësuar, për t'ia ulur strategjit, për t'ia ulur mënyrën në të cilën i ka mirë përgatitur Egli. E qartë, mirë Manjola, për të mbyllur, sepse jemi në fund, ju jeni psikologe, nëse do të kishit mundësinë pra t'jepnit një këshill Eglit dhe Rozanës mbas këtyre debateve, çfarë do thoshit për të menaxhuar sa më mirë këtë situatë që po ndodh brenda asaj shtëpie? Rozanës do ja jepsha këtë lloj këshille. Rozanës do i thosha që të tërhiqet, domethënë, nga debati i shumë fort për Eglin. Mënyra e tërheqjes do i thoja këtë lloj këshille për mënyrën e shëndetësore që e ka Egli, sepse ndoshta mund ta dëmtojë ose mund ta rikthejë Eglin në gjendjen e mëparshme, por jo të tërhiqet nga dinamika, të tërhiqet nga mënyra dhënjes së dinamikës ose mënyra dhënjes së debatit, se ndoshta njeriu ndonjëherë edhe debaton, por duhet të tarojë edhe tonalitetin e agresivitetit që ajo paraqet gjatë mënyrës të shprehurit me një person, në këtë rast me Eglin. Ndërsa Egli do i thoja pse ka hyrë aty, sepse me të vërtetë duket e mbi ngarkuar dhe do i thoja që të ruante qetësinë në mënyrën e të folurit, sepse Egli e paraqet agresivitetin nga mënyrat e shprehurit, edhe pse ka një shprehje të fortë, të qartë, por aty ajo pastaj kalon në veprime dhe kalon në veprime jo të këndshme që Eglin e mbi ngarkojnë në ngarkesën psikologjike, emocionale. E qartë, mirë Manjola, kemi arritur në fund. Falenderoj shumë për gjitha informacionet. Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues për vëmendjen, bashkëmi sërish nesër me tjera zhvillime.